Komisioni Qendror I Zgjedhjeve ka vendosur që të rinumërohen gjithsejt 914 vend votime nga zgjedhjet e 28 dhjetorit. Në 10 komuna vota do të rinumërohen në tërësi, ndërsa në 28 komuna do të rinumërohen 10% e vend votimeve. Rinumërimi do të nisë sot. Sipas KQZ-s, vendimi erdhi pas raportit të sekretariatit të KQZ-s, I cili gjatë verifikimit të video incizimeve nga qendrat komunale të numërimit ka evidentuar mos përputhje mes votave të numëruara për kandidat dhe atyre të shënuara në flet votime. KQZ-ja më pas ka bërë verifikimin e brendshëm të flet votimeve për kandidat në 2% të vend votimeve apo 52 vend votime nga të gjitha komunat e Kosovës. Bazuar në këto gjetje, KQZ-ja ka vendosur që në 10 komuna të rinumërohen 100% e vend votimeve. Këto komuna janë Dragashi, Kaçaniku, Leposaviqi, Prizreni, Skënderaj, Shtimeja, Ferizaj, Vushtria, Mamusha dhe Ranilugu. Ndërkaq në 28 komunat e tjera do të rinumërohen nga 10% e vend votimeve. Rinumërimi vend votimeve do të zhvillohet në qendrën e numërimit dhe rezultateve dhe do të nisë sonte.